Do vazhdojmë të flasim për deklaratën e ministres serbe në Serbi në një intervistë televizive kur tha se po të kishte qenë në vend të Miloševićit, ajo do të kishte bërë spastrim etnik në Kosovë, ndërkohë që Ivica Dačić në mbrojtjen që i bëri ministres në fakt vetëm e përkeqësoi situatën duke thënë se ajo është keq interpretuar e duke theksuar se ata që nuk e ndjejnë veten pjesë të Serbisë mund të largohen, pra duke referuar gjendjes aktuale në Kosovë që shqiptarët të largohen dhe të shkojnë në Shqipëri duke braktisur pra Kosovën sipas Ivica Dačić. Por, a është kjo një qëndrim i izoluar, apo është një mundësi që ekziston në Beograd? Çfarë po paralajmërohet në këtë momente ku duket se Serbia mund të shkojë edhe në zgjedhje, duke parë dhe situatën në rajon? Kam në lidhje të drejtë për drejtë në këtë momente ish ambasadori në Shqipërisë në Kosovë, Arben Çejku. Ambasador, mirëmëngjes. Përshëndetje, si je? Mirë, faleminderit duke u marrë me gjithçka çfarë ndodh në rajonin ton që duket se në çdo moment mund të trazohet. Si e ke parë këtë deklaratë? Është një deklaratë individuale, veçuar, një mundësi, po paralajmëron diçka ministria serbe me këtë deklaratë? Kur të pyeta si je, kisha parasysh si je në raport me këto zhvillime që ndodhin në fakt, sepse lajme të tilla janë shqetësuese dhe deklaratat të tilla sigurisht që bëjnë verën akoma më të nxehtë. Pajtohem me konstatimin tuaj që deklaratat të tilla, qëndrimet të tilla vinë edhe në themi në vijim të para përgatitjeve për një fushatë elektorale shumë të ashpër që pritet të zhvillohet në Serbi për të mbajtur edhe një herë në krye të vendit presidentin aktual i cili synon të bëhet edhe kryeministri i jashtëm, të rikthehet përsëri në karrigen e kryeministit Aleksandar Vučić. Natyrisht që nuk mjafton ta dënojmë me deklarata, por interesante është që sinqeriteti i kësaj ministri dhe deklarata e saj na ka ndihmuar të gjithëve për të kuptuar se sa pak hapa janë bërë në drejtim të afrimit mes dy vendeve dhe dy popujve, dhe në një farë mënyrë hedhin poshtë gati gjithë atë investim të sforcuar që u bë nëpërmjet Ballkanit hapur dhe mënyrave të tjera për të parafruar qëndrimet shqiptaro-serbe dhe për të ndihmuar dhe për të lehtësuar dialogun Kosovë-Serbi. Kjo deklaratë në këtë nivel e pasuar si thosh e ardhur në vijim të disa deklaratave të mëparshme të Brnabić apo dhe të personaliteteve të tjerë përfshirë dhe vetë Vučić, tregojnë se Kosovën ata e kanë gjithmonë si një element që e përdorin qoftë edhe për zgjedhjet e tyre dhe për problemet e tyre të brendshme, jo thjesht në arenën ndërkombëtare. Sepse kjo në fakt është deklarata më e fundit, por më herët ka qenë Aleksandar Vulin, i njohur për influencën e madhe që ka në Serbi, ish ministër, ish shefi BIAS kur ndodhi Banjska, që thotë se presi vetëm pak çaste, megjithatë të besoj, mua më dëgjon. Mirë, jemi duke folur për deklaratën e ministres së Serbisë, por më herët ka pasur edhe deklarata të tjera, të cilat kanë qenë po kështu as pak normale për një vend të qi. Pa merak fare. Mirë, po i referohesha deklaratës Aleksandar Vulin që thotë ushtarët e UÇK-s duhet i trajtojmë ashtu siç Izraeli trajton Hamasin. Ka qenë edhe kjo një deklaratë skandaloze dhe vetëm asnjë muaj nuk ka, ndërkohë që Vučić e ka bërë të qartë se do të pres momentin duke u referuar asaj çfarë ka ndodhur mes Azerbajxhanit dhe Armenisë për Nagorno-Karabakh. Pra, duket se diçka kanë në mendje, ose do të thotë që e kanë në mendje gjithmonë Kosovën dhe do të vazhdojnë të sillen kështu. E kam thënë edhe në ekranin tuaj që Aleksandar Vulin është përfaqësuesi real i Moskës në Serbi dhe është ai që udhëheq politikat ruse në Serbi dhe interesat ruse në Ballkanin Perëndimor dhe
Më vjen keq që nuk ka patur reagime të mjaftueshme, qoftë edhe kur kemi patur ne vend në Këshillin e Sigurimit apo në forume të tjera ndërkombëtare. Shqipëria është treguar pak amorfe dhe është treguar e kompleksuar nga marrëdhënie e dikurshme personale e kryeministit Rama me kryeministin Vučić. Dhe kjo marrëdhënie ka ndikuar shumë në qëndrimet tona institucionale. Ne do të kishim reaguar me kohë për të gjitha këto qëndrime dhe do të kishim kërkuar llogari për të gjitha qëndrimet. Po them këtë të fundit që nuk mjafton në këndvështrimin tim që ministri i jashtëm i Shqipërisë bën një deklaratë në platformën e tij X. Por unë mendoj që duhet të ishte thirrur ambasadori i Serbisë në Tiranë për të kërkuar llogari për qëndrime të tilla, sepse deklarata të tilla genocidale, deklarata të tilla anti-shqiptare nuk prekin vetëm Kosovën. Këtu nuk flitet thjesht për një vend në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Këtu po flitet për kombin shqiptar dhe mbi të gjitha, Esmeralda, kjo lloj deklarate nga ministri e pushtetit lokal është fiks argumentimi i të gjitha shqetësimeve që janë për luginën e Preshevës, e cila me një projekt të qartë shtetëror po zbrazet etnikisht. Pra po ndodh pikërisht ajo që e ka thënë si pendes për atë çfarë nuk bëri Miloševiqi për Kosovën, ta bëjnë ata në luginë Preshevës. Kjo është edhe ministre për administratën e qeverisjes vendore, kështu që pikërisht pra është pse mos themi që është ajo që po thesh një operacion special i cili nuk është në një ditë, as në një javë, as në një muaj, por është një operacion special i cili po e zbraz komplet luginën e Preshevës, dhe po të them që ky është alarmi më i madh. Unë isha në luginë Preshevës dhe pash me sytë e mi dhe di shumë mirë dhe të tjerë e di shumë mirë dhe ju e dishin në vazhdimsi se çfarë po ndodh aty. Pra, unë mendoj që duke marrë shkas nga kjo deklaratë e ministres serbe për pushtetin lokal, ne do të kishim qëndrime pak më korrekte dhe më institucionale dhe nuk mjafton me deklarata Facebooku dhe me deklarata në platforma XY, por duhet që Shqipëria të ndërmarrë hapat e duhur për mbrojtjen e interesave shtetërore kombëtare, duke nisur nga presidenti i Republikës dhe të gjithë me radhë, sepse në fund të fundit sot jemi në një periudhë, jemi në një epokë ku po flitet më shumë për interesat kombëtare dhe ju shikoni se si po lviz harta e interesave dhe sigurisë në vende të ndryshme përfshi dhe Shqipërinë. Prandaj unë mendoj se nuk duhet ta kalojmë me deklarata dhe me qëndrime të tilla mediatike, por duhet të jemi thellësisht të shqetësuar për këtë situatë dhe duhet t'ja bëjmë të qartë ndërkombëtarëve. E përshëndes deklaratën e Bashkimit Evropian dhe shqetësimet e tyre dhe gjitha qëndrimet që janë mbajtur deri tani edhe nga Shqipëria dhe nga Kosova, por duhet të tregohemi shumë më serioze dhe më institucional duke kërkuar llogari për të gjitha këto qëndrime. Imagjinoni nëse një deklaratë sa gjysma e kësaj të ishte bërë nga ndonjë zyrtar shqiptar në Shqipëri apo edhe në Kosovë, çfarë reagimesh do të kishim ne në anën tjetër të kufirit? E kuptoj. Ndërkohë që të premten, Serbia nis partneritetin strategjik, diskutimin e partneritet strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shiko, interesi i Shteteve të Bashkuara dhe i Bashkimit Evropian ka qenë gjithmonë për ta mbajtur Serbinë në oborrin euroatlantik. Dhe këtu nuk ka asgjë të keqe, sepse edhe për shqiptarët është më rëndësishme që Serbia të navigojë dhe të bashkëtojë në një familje euroatlantike sesa të jetë një ishull i interesave ruse dhe ndikimeve ruse në Ballkanin Perëndimor. Në anën tjetër do thoja që Kosova ku është me dialogun strategjik, me qëndrimet e saj në raport me Shtetet e Bashkuara. Unë kam shumë kritika, me thënë të drejtën, ndaj qëndrimeve që po mbahen edhe për gazin dhe gazifikimin dhe projektin amerikan në Kosovë dhe shumë çështje të tjera që lidhen me marrëdhëniet e Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mendoj se Kosova po humbet shumë kohë dhe terren dhe po humbet të themi durimin e Shtetet e Bashkuara në disa çështje. Prandaj dakord që Serbia është në korsinë e saj të marrëdhënieve me Shtetet e Bashkuara dhe afrimi i saj me Shtetet e Bashkuara nuk ka asgjë të keqe dhe ne nuk e pengojmë, as nuk kemi asgjë kundër kësaj. Jo, nuk them kundër, por a mund ta shfrytëzojmë ne këtë moment për të marrë maksimumin për Kosovën nga Serbia? Kjo është Kosova duhet të punojë vetë, zoti Kurti duhet të punojë vetë për interesat e Kosovës.
Ai do t'i artikuloj qartë kush janë interesat e Kosovës dhe pastaj Shqipëria dhe të tjerët janë faktorë që ndikojnë, por jo aktorë. Aktori kryesor që është votuar për të mbrojtur dhe promovuar interesat e Kosovës është Albin Kurti, dhe zoti Kurti do të kuptoj se përveç projektit të Thëngjillit, të cilin ai ofron si një zgjidhje, ai duhet patjetër që të mos përjashtojë Kosovën nga projekti amerikan i gazit, sepse do të ishte një gabim shumë i madh që Kosova të jetë e vetmja në rajon, të themi që i thotë jo ofertës amerikane për gazin dhe projekte të tjera të zhvillimit. Mendoj se kjo është një periudhë delikate dhe ka vizita në terren të personaliteteve nga Shtetet e Bashkuara, madje këtë fundjavë do të ketë një grup amerikan që do të vizitojë Kosovën, edhe është një grup pak a shumë fakt mbledhës që do të shikojë se ku janë interesat amerikane në Kosovë në raport me prezencën ekonomike dhe për çështjet e sigurisë dhe çështjet tjera që lidhen me marrëdhënie dy paqe mes Kosovës dhe Shtetet e Bashkuara, por edhe Shtetet e Bashkuara dhe interesave të tyre në Ballkanin Perëndimor. E kuptoj. Na është bashkuar edhe deputeti vetëvendosës në këtë moment e Ilir Kërçeli. Ai besoj ndoshta ka edhe më shumë argumente për këtë, por fillimisht do doja një qëndrim sa i përket asaj deklarate të ministres, edhe pse që nga dita e djeshme ai është një person i padëshiruar në Kosovë. Përshëndetje zoti Kërçeli, faleminderit shumë që jeni sot me ne. Përshëndetje, faleminderit shumë për ftesën. Mirë, është një deklarate izoluar me ndonjë apo një mundësi, një projekt serb? Për ne në Kosovë, këto deklarata nuk janë as befasuese, as të kategorisë ekskluziviteteve, sepse ne i di mirë qëndrimet e shtetit shqen. Sot në krye të Serbisë që rënë ish ministri kasapit të Ballkanit Slobodan Milošević. Po ashtu sot në Serbi nuk kemi asnjë progres në mënyrë të politikës serbe, sepse siç e dini Serbia e nën armatur grupe të organizuara kriminale, të cilat tentuan të bëjnë invazion në Republikën e Kosovës. Pas ne bëm një policë, sot në Kosovë zotri Afrim Bunjaku, dhe tash ku flasim në Serbi strehohen pikërisht nga shteti serb, organizatorët dhe ata që i prin këtij grupi kriminal për të sulmuar Republikën e Kosovës. Kështu që për ne nuk janë këto deklarata as befasuese. Dhe siç e di, qeveria e Republikës Kosovës ka shpallur në gata ministrin e fjalë. Në këtë rast doja thirrje, dëshiroja shumë që një veprim të tillë ta bëjë edhe Republika e Shqipërisë, dhe këtë ministrë dhe ministrë të tillë me gjuhë fashiste mos të jenë të pritur e të shpallën të dëshirueshëm për shtetet tona demokratike. Zoti Çeku solli pak në vëmendje qëndrimin e Kosovës për gazin amerikan, duke marrë në konsiderat që Shtetet e Bashkuara nisin bisedimet për partneritet strategjik me Serbinë. Është mbrapa Kosova në këtë marrëdhënie me Shtetet e Bashkuara në këtë momente, mund ta shfrytëzojë ndoshta edhe këtë afrim për të përfituar vetë Kosova nga qasja e Serbisë, ku duket se të dyja vendet do të kushtëzojnë njëra tjetrën në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Kosova nuk besoj që ka nevojë të fitoj hapësirë në këtë kohë, sepse Kosova vazhdon të ketë marrëdhënie shumë të mira me aleatët tonë, specifikisht me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Me që rast edhe këto vitet e qeverisjes së lëvizjes vetëvendosje na japin të drejtë për atë se çfarë është investuar këto vite në ushtrinë e Republikës së Kosovës, natyrisht në bashkëpunim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sa i përket gazit amerikan, qeveria e Republikës së Kosovës është në kontakt të vazhdueshëm me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me ambasadën e cila gjendet në Kosovë. Me që rast janë duke diskutuar e biseduar mundësit më të mira për të pranuar gazin amerikan.
me që rast edhe Kosova ka bërë një propozim me cilin do ishte edhe shumë pak i kushtueshëm dhe shumë lehtë i realizueshëm për Republikën e Kosovës, e bashkëpunim që do ishte me Republikën e Shqipërisë. Kështu që Kosova nuk ka nevojë të përfitoj, sepse me Shtetet e Bashkuara të Amerikës kemi një raport shumë të mirë dhe besoj se jeni të informuar se në sulmin terrorist që ishte në Iber Lepens, pikërisht në bashkëpunim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me atë hetim që është bërë atje, sot sulmuesit e Iber Lepensit gjendën para gjyqit dhe në bashkëpunim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës aty po Jo të gjithë, se drejtuesi kryesor po mbrohet nga Serbia. Kryesore e atij sulmi në Kosovë. Më falni? Jo të gjithë them, sepse po them, e kisha për Iber Lepensin, po them edhe për Banjskën, drejtuesi kryesor i atij grupit të Banjskës, për shembull, është në Serbi, gëzon jo vetëm mbrojtjen e shtetit, por edhe të gjitha benefitet, duke qenë edhe një nga bodyguardët, po them, të Aleksandar Vučić. Pikërisht dhe kishin një deklarat para disa ditëve të presidentit të Serbisë, i cili tha se Milan Radojić nuk mund të cilësohet kriminal, ku fare mirë e dim raportin e tij me presidentin Vučić dhe organizimin që ai kishte bërë së bashku me një grup kriminal për ta sulmuar territorin e Republikës së Kosovës. Ju e dini se edhe Bashkimi Evropian, po ashtu edhe State Departmenti kanë kërkuar që sa më parë terroristi Milan Radojić të dorëzohet para organeve të rendit në Kosovë dhe të gjykohet për atë se çfarë ka tentuar të bëjë në Republikën e Kosovës. Po pra, po State Departmenti dhe Departamenti i Shtetit po e kërkon edhe gazin, nuk është se po e kërkojnë individ. Po dhe Republika e Kosovës dhe qeveria e Kosovës janë në kontakt të vazhdueshëm dhe në asnjë moment ju nuk mund të keni një deklaratë të qeverisë së Republikës së Kosovës e cila ka thënë se nuk do të bashkëpunojë apo nuk do të pranojë këtë bashkëpunim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ambasador, po e kanë futur pak Kosovën mes një përplasje amerikano-europiane për çështjen e gazit, sepse për shembull nga europianët duket se ka pasur deklarata që pra kundër marrjes së gazit, kundër këtij projekti. Mbështes qëndrimet e deputetit dhe inkurajoj vërtet që të ushtroj sa të mundet ndikimin e tij në grup edhe për të grupit parlamentar për një marrëdhënie të qëndrueshme të Shtetit Bashkuara me Kosovën, sepse kjo është jetike. Lidhur me gazin amerikan dhe çështjet e tjera, Bashkimi Evropian jo gjithmonë është pajtuar me politikat amerikane në Kosovë dhe jo gjithmonë ka qenë në të njëjtën linjë. Por në fund të fundit Shtetet e Bashkuara dhe Kosova ka një raport special mes tyre dhe Bashkimi Evropian e di shumë mirë se ku është Kosova në raport me Shtetet e Bashkuara. Dhe Bashkimi Evropian për hir të së vërtetës nuk është se është treguar aq dashamirës dhe ndihmues për Kosovën sa duhet të ishte, sidomos në planin e zhvillimit ekonomik apo të çështjeve të tjera që përfshin liberalizimin e vonuar të vizave me Kosovën, apo të ashtu quajturat të themi koncesione apo pengesa që u bë dhënies së fondeve të ndihmës për Kosovën e shumë çështje të tjera. Pra, marrëdhëniet e Kosovës me Bashkimin Evropian janë të tjera dhe marrëdhëniet e Kosovës me Shtetet e Bashkuara janë të tjera. Në fund të fundit, në çdo rast, marrëdhëniet e Kosovës me Shtetet e Bashkuara do të jenë marrëdhënie të një partneriteti strategjik. Sigurisht edhe Bashkimi Evropian, por Bashkimi Evropian është në një farë mënyrë për mendimin tim edhe përgjegjës për dështimin e dialogut Kosovë-Serbi. Është Bashkimi Evropian ai që ishte garantuesi i marrëveshjeve të nënshkruara në kryesën e Brukselit, që ka toleruar të gjitha qëndrimet anti-Kosovë të Serbisë dhe që nuk ka sjellë ndonjë produkt real për sa i përket afrimit të Kosovës me Bashkimin Evropian. Duhet ishte Bashkimi Evropian dhe vendet e Bashkimit Evropian ata që do ta mbështesin Kosovën për t'u antarësuar në Këshillin e Evropës dhe nuk është thjesht t'ia lëm Kosovës në fuqinë e saj lobuese apo ndihmën që vjen nga Shqipëria. Unë mendoj që Bashkimi Evropian do të ketë një qasje strategjike në raport me Kosovën që ende nuk e ka të qartë. Prandaj unë mendoj se marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara për Kosovën, sidomos për Kosovën, duhet të prevalojnë, sepse në fund të fundit
Shtetet e Bashkuara ka një njohje të plot, një marrëdhënie të qartë me Kosovën, ndërkohë që Bashkimi Evropian ka ende 5 vende që nuk e njohin Kosovën. Dhe në çdo rast kur duan të pengojnë ose duhet të justifikojnë këtë marrëdhënie dhe këtë ngërç marrëdhënie me Kosovën, nxjerrin përpara faktin që 5 vende nuk e njohin. Prandaj Bashkimi Evropian para se të kushtozojë Kosovën për një marrëdhënie ekonomike me Shtetet e Bashkuara do të kuptojë se ku ka lënë hapësirat e veta të pashfrytzuara. E kuptoj. Zoti Kërçeli, ka një dilemë në qeverinë e Kosovës në marrëdhëniet në vendosin e prioriteteve, po them në marrëdhëniet me Bashkimin Evropian dhe me Shtetet e Bashkuara? Patjetër që jo, patjetër që jo. Jo, çfarë do të thotë? Falja, dëgjome? Po, tani ju dëgjojmë shumë mirë. Jo, besoj që si qenë një deri, Republika e Kosovës vazhdon të ketë marrëdhënie shumë të mira dhe të ngushta edhe me Bashkimin Evropian dhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sa i përket prioritete, normalisht se Kosova ka bërë një kërkesë për antarësim, me që rast do punojmë fort që ajo kërkesa më parë të trajtohet. Po ashtu është edhe një kërkesë për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Kurse nëse keni fjalën sa i përket bisedimeve me Serbinë, normalisht se Kosova para se të ullet e të bisedoj përsëri me Serbinë, kemi vendosur disa kushte qeveria Republikës së Kosovës. Në që rast duhet të na ndihmojë edhe Bashkimi Evropian, por edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që kriminalet e strehuar në Serbi sa më parë të dorëzohen në Republikën e Kosovës për një gjykim që i përret lidhje me sulmin që e kanë bërë në Kosovë. Për të kthyer edhe një herë të deklarata e ministres, duket se Ivica Dačić, duke dashur ta marrë në mbrojtje, tha një gjë tjetër që kanë përshtypjen është edhe më e rëndë. Ata që ministri ata ka dashur të thotë që ata që nuk e ndjejnë veten pjesë të Serbisë të kthehen në Shqipëri. Të dy janë nga Peja më duket, më falë, ndoshta ndërhyra më shpejt. Ja, të mbaroj pak Kërçeli pastaj. Njëri është nga Peja, tjetri nga Prizreni. Po, Dačić është nga Prizreni. Kërçeli. Po Serbia mund të vazhdoj dhe ata që sot janë duke udhëhequr me Serbinë mund të vazhdojnë të ndrojnë që një ditë të mund të kthehen në Kosovë. Mirë po, ky është një temë mbyllur me që rast dhe Republika e Kosovës ka një bashkëpunim të ngushtë me Republikën e Shqipërisë dhe provokimet të tilla, siç thash edhe më herët, nuk duhet të tolerohen as nga shteti shqiptare, as nga qeveria shqiptare. Natyrisht se ne si Kosovë jemi të provuar me fqinin që e kemi këtu dhe i dim qëndrimet e tyre fashiste ndër vite. Kështu që Serbia vetëm mund të ndrojë një kthim në Kosovë, mirë po kjo do ju kaloj nga ëndra në një fantazi, sepse kjo nuk të mund të ndodhë më asnjëherë në Republikën e Kosovës. Ka vërtet marrëdhënie shumë të mira mes qeverisë Kosovës dhe qeverisë së Shqipërisë? Po natyrisht. Nuk keni dyshim për këtë. As nga akuza që vijnë nga Partia Socialiste për protesta. Jemi një këmbë dhe situata të tilla natyrisht që mund të kemi batica dhe zbatica, po normalisht se dy qeverit tona ka unë besoj shumë se kemi një vizion të përbashkët dhe bashkëpunim shumë të mirë. Sa i përket sovranitetit të dy vendeve tona, po natyrisht edhe bashkëpunime tjera, ekonomike e tjera. Edhe pyetje kam, Kërçeli, se pastaj po ja bëj dhe pyetjen zotit Çeku, se kur jemi dhe në distancë pak problem biseda. Tani, Kosova në fakt gjendur para kësaj dhe shpresoj që t'jenë thjesht deklarata dhe jo ndonjë plan, duke qenë se ata po shkojnë edhe në zgjedhje dhe situata me sa duket do tensionohet për shkak që pushteti i Vučić duket se nuk është më ai më parshmi. Kosova është ende pa qeveri. Po, si që dini, ne kemi kaluar në një proces zgjedhor të 7 qershorit. Dhe tani jemi pas certifikimit të rezultateve, kryeministri Kurti ka ftuar gjitha subjektet politike për të biseduar dhe për të parë mundësinë për të bërë një bashkëpunim për formimin e institucioneve tona. Me që rastu në uroj dhe shpresoj shumë që këto bisedime të shkojnë si janë së mirë dhe shumë shpejt Republika e Kosovës të ketë institucionet e saj kështu duke zgjedhur edhe presidentin apo presidenten e re të Republikës së Kosovës. Tani, sinqerisht na thuaj, beson më shumë tek zgjedhjet apo zgjedhjet e ardhshme, zgjedhje prapë?
Unë besoj shumë të një zgjidhje sa më parë, sepse edhe këto zgjedhje të 7 qershorit nuk ishin të nevojshme dhe tani siç po dihet në ulësit në kuvendin e Kosovës janë paka shumë të njëjta dhe situata është e njëjtë. Përsëri qytetarët kanë vlerësuar se qeverinë e Republikës së Kosovës mund ta formojë lëvizja vetëvendosje, mirë po kjo do mbet të shihet se si do e bëjmë një bashkëpunim për të formuar gjitha institucionet. Pra, në diskutim mendon që është edhe qeveria, pra në negociata, se po them mendon sepse kam përshtypjen këtë e di vetëm zoti Kurti, po do diskutohet edhe koalicion, edhe për qeverin, edhe për presidentin, apo qeverin e krijon vetëvendosje me pakisat? Dëshmitar edhe të ngjarjeve të pas zgjedhjeve të dhjetorit, ku lëvizja vetëvendosje dhe kryeministri Kurti ofruan edhe bashkëpunimin e qeveri për lidhjen demokratike të Kosovës, ku ofruan 4 ministri dhe zavendës kryeministri. Dhe besojmë shumë se tani edhe pas zgjedhjeve të 7 qershorit bisedimet do t'jenë gjithmonë në drejtimin që të gjendet një zgjidhje sa më e mirë për Republikën e Kosovës dhe mos të humbin qytetarët e Republikës me vonesa për të formuar institucionet apo që të shkohet edhe njerë në zgjedhje. Mendoj se zgjedhjet nuk duhet të jenë as diskutim në tavolimi, po duhet të jetë mundësi se si mund të arrijmë një marrëveshje dhe të vazhdojmë tutje me institucionet e Kosovës. Zoti Kërçeli, faleminderit shumë që ishe sot me ne. Faleminderit shumë nga ju ditë të mbarë. Shumë faleminderit. Ambasador, kthehem prapë tek ju. Është mbrojtje që Ivica Dačić i bëri ministres apo një paralajmërim më shumë? Në fakt, do dohet të qëndron Do dohet të qëndroj tek të gjitha, po do t'i pyes një nga një që t'japin përgjigje të tretë çështjeve që pyeta zotin Kërçeli. Disa çështje për të ngritur. Lidhur me këtë, po e tham edhe më parë që është paralajmërimi është preludi një fushate të ashpër elektorale me temë Kosovën dhe sepse nuk ka çfarë ofron më klubi korruptiv i Aleksandar Vučić as ndaj serbëve, të cilët kanë kaq kohë që protestojnë rrugëve. Por me temën e Kosovës, ata mendojnë që mund të rikthejnë simpatinë dhe mund të rikthejnë hijet e së shkuarës edhe emocionet e së shkuarës t'i kthejnë në vota elektorale për këtë qeverisi, e cila është një qeveri autokratike që nuk ka qenë mirë as për serbët, që është e vërteta, po sidomos për marrëdhëniet me Kosovën është një nga leadershipet më negative. Po të shikojmë më herët, kemi patur president të Serbisë që kanë bërë hapa më të guximshëm në drejtim të afrimit me Kosovën dhe të qasjes realiste në raport me atë çfarë kanë humbur. Mirë po, me sa duket, në politikë të gjitha armët mund të përdoren, edhe kështu që edhe ata do të përdorin edhe një nga këto armë që është sulmi ndaj Kosovës edhe përdorimi i Kosovës për çështje elektorale. Dhe e dyta, beson edhe ti si zoti Kërçeli që qeveria e Shqipërisë dhe e Kosovës janë në marrëdhënie shumë të mira me njëra tjetrën? Unë këtë do i thoja deputetit që pikës pari herë marrëdhëniet e vetë zotit Kurti me klasën politike, me lideret politik në Kosovë nuk janë të mira. E dyta, marrëdhëniet mes Shqipërisë e Kosovës në nivel kryeministror, në nivel qeverisës nuk janë ato që duhet të ishin. Kemi shumë deklarata, kemi shumë qëndrime publike, por në fakt produkti është shumë minor, shumë i vogël. Dhe bilanci i bashkëpunimit ekonomik, i investimeve të përbashkëta, i udhëtimeve të përbashkëta strategjike është shumë minor, nuk është në ato nivele që ka qenë. Përkundrazi kemi një shkëputje nga tradita një marrëdhënie shumë të afërt me Kosovën. Unë nuk e di se nga vjen ky kompleksi i shmangjes së Kosovës nga bisedimet që ne bëjmë me të tjerat. Në fund Kosova është aty edhe si interes kombëtar, por edhe si një shqetësim për sa i përket stabilitetit të Ballkanit Perëndimor. Unë nuk e di se çfarë pyetje mund t'i bëhet të tjera kur nga Serbia vin sulme ndaj Kosovës, kur shtetësia e Kosovës është sabotuar në mënyrë sistematike dhe të organizuar prej kaq vitesh dhe Kosovës nuk i jepet hapësirë për të jetuar as në kuadër të një bashkëpunimi rajonal, është rrethuar nga Serbia dhe kudo që Kosova do të bëjë një hap,
qoftë edhe një organizat pa vlerë që gati e koha e ka nxjerrë nga përdorimi, përsëri është aty Serbia për ta goditur, për ta sulmuar, siç është nisë me detit Zi apo organizma të tjera që s'do t'i përmend tani këtu. Pra, Shqipëria nuk duhet thjesht të bëjë deklarata për Kosovën. Shqipëria dhe politika e jashtme e Shqipërisë duhet ta konsiderojë Kosovën dhe faktorin shqiptar në rajon si pjesë të interesit tonë kombëtar. Dhe nuk duhet kemi kompleks ta përmendim këtë çështje. Nuk është thjesht një Shqipëria vetëm një shtet që kthe shpinën dhe thotë mjafton të hyj unë në Bashkimin Evropian ose të bëj unë hapa, po që si ka pjesa tjetër. Është e gabuar, është iluzive, sepse ne jemi të ndërlidhur me vëllezërit tanë, me shqiptarët në rajonin e Ballkanit dhe çdo gjë që ndodh atje do të reflektojë në një mënyrë si tjetër edhe tek agjenda e Shqipërisë. E kuptoj, por zoti Rama deklaroi në fundjavë që po të shikoni se sa mirë shkojmë unë dhe zoti Kurti në bazë dyerve të mbyllura do të habiteshit. Ndërkohë duket që tensioni mes të dyve është shumë i ndezur në Maqedoni të Veriut. Shiko, nuk du të diskutoj asnjëherë për marrëdhëniet e tij pas dyerve të mbyllura, sepse ato marrëdhënie janë marrëdhënie sekrete që i din vetë ata, por më nuk më intereson ajo pjesë. Zoti Rama ka humbur shpeshherë shumë raste për të folur për Kosovën dhe Esmeralda këtu do të bëhet një bilanc, qoftë sot, qoftë nesër, do të vijë një moment që do bëhet një bilanc edhe për zotin Rama dhe për zotin Kurti në raport me këtë çështje, sepse zoti Rama ka humbur rastin gjithmonë gjatë kohës që Shqipëria kishte Këshillin e Sigurimit për të thënë një fjalë për Kosovën dhe unë nuk di të jetë thënë ndonjë fjalë për Kosovën, të jetë ngritur në një shqetësim siç duhet ose të jetë bërë një lobing që duhet. Por edhe këto deklaratat për gjykatën e Hagës janë deklarata që nuk e di kanë ndihmuar më shumë apo kanë dëmtuar më shumë. Edhe shumë çështje të tjera. Marrëdhëniet ndërpersonale me zotin Rama dhe zotin Kurti janë marrëdhënie më të shëmtuara që kemi parë në këto vite. Asnjë shqiptari nuk i intereson se çfarë diskutojnë ata pas dyerve të mbyllura. Këto takime okulte ose takime private le t'i mbajnë për veten e tyre. Rëndësishme është çfarë prodhon si dy kryeministra. Unë po ta them sinqerisht, si dy kryeministra janë të dështuar në mënyrën e tyre në raport me marrëdhëniet e Kosovës së Shqipërisë. Qoftë zoti Rama në raport me Kosovën, qoftë zoti Kurti në raport me Shqipërinë. Të dy janë kthyer themi në një duet që më shumë i dëmton këtë marrëdhënie dhe nuk po japin ndonjë shembull të mirë. Bilancet qeverisës e të dy nuk i kanë të mira në vendet e tyre. Në Shqipëri shohim protestat e përditshme, por për te protestave unë nuk besoj që qytetarët janë të kënaqur me këtë qeverisje. Po ashtu edhe në Kosovë, zoti Kurti fiton zgjedhjet, por unë nuk e di nëse fitoria e zgjedhjeve është e barabartë edhe me një bilanc pozitiv qeverisjes. Unë nuk besoj që ka shumë bilance pozitive në qeverisje. Prandaj këtë do t'ja thoj edhe deputetit në fakt, edhe nuk më vjen mirë që e them mbasi ai u largua, por ta kuptoj edhe zoti Kurti që populli i Kosovës do t'ia bëjë edhe atij një analizë, do t'ia tregoj ato gabimet që ka bërë dhe një nga këto gabime të mëdha që do ta quaja këtu është lejimi i serbëve për të marrë pasaporta dhe dokumentat e Kosovës pasi ato janë larguar nga Kosova. Pra për serbë të cilët në shumicën e rasteve kanë qenë edhe kolonë në Kosovë. Kjo është një them që më shqetëson sepse në një moment të ardhshëm do të kemi një numër shumë të madh zyrtar të serbëve në Kosovë, të cilët ndoshta nuk jetojnë në Kosovë, por që përballë Bashkimit Evropian apo institucioneve ndërkombëtare do të paraqiten si një përqindje shumë e lartë e serbëve në Kosovë. Dhe këto unë mendoj se janë çështje që nuk duhet lënë të kalojnë pa një debat publik dhe pa një dhënie përgjegjësie. Të fitosh zgjedhjet edhe të sillesh nëpër kafet e Prishtinës për të zgjedhur një president të një vendi që s'ka as 2 milion banor, kjo është çesharake sot. Të bësh 3 palë zgjedhje për karrierën e një presidenti, ndërkohë që Kosova ka 100 halla dhe problemet e tjera. E kuptoj, po përgjegjësia nuk është vetëm e zotit Kurti, apo ja? Kjo është përgjegjësia direkte e zotit Kurti, i cili vërtet fiton votat, por duhet të jetë në përgjegjësi dhe lartësinë. Po, zoti Kurti thotë ua kam ofruar, thotë, dhe ata nuk duan të bëhen pjesë. Kush nuk pranon të bëhet president në Kosovë nëse e ketë sinqert ofertën. Ka shumë oferta, edhe nëse dështon në marrëdhënie në diskutim me partitë politike,
aty ka akademik, ka personalitete të nderuara Kosova dhe mjafton që zoti Kurti të bëjë një deklaratë thjesht që presidenti i arshëm i Kosovës nuk do të jetë nga radhët e vetëvendosjes. Pik. Ne do ofrojmë vota për një president konsensual ose presidente, sepse në fund të fundit interesat e Kosovës janë më të mëdha se interesat e zotit Kurti. Do të vi kohë që zoti Kurti do ta kuptojë këto gabime dhe këto konsume kohe të panevojshme për një president, për një zyrtar të shtetit Kosovës. E kuptoj. Ku janë drejtuesit, më fal, ku janë drejtuesit e Kosovës sot? Janë në Hag. Edhe ato kanë patur momentet e tyre të arrogancës. Të doja të të pyesja. Dhe mendonin që janë të palëkundshëm dhe që nuk do të dalin kurrë në opozitë. Po ja që koha të nxjerrë jashtë, koha të nxjerrë edhe në opozitë. Por problemi është me çfarë bilanci do dalësh në opozitë, Esmeralda. Prandaj unë i bëj thirrje zotit Kurti dhe të tjerëve. Mbauni përgjegjës, shfrytëzoni kohën, zgjidhni presidentin, zgjidhni institucionet, bëjeni Kosovën funksionale. Në marrëdhënie me Shqipërinë, lëreni marrëdhëniet personale në Iran dhe luftoni ditë për ditë marrëdhënie të ngushta institucionale dhe për projekte të përbashkëta në interes të popullit tonë, të popullit shqiptar, sepse nuk ka asnjë pengesë mes nesh, përkundrazi. Tani dua edhe një koment shumë të shkurtër, pse jam në fund, ambasador, vetëm për të parë dy zhvillime, ato çfarë ndodhi në Serbi me deklaratën e ministres dhe ato çfarë po ndodh në Hag. Pra, ajo i referohet pikërisht asaj kohe për të cilën në Hag po pritet vendimi përfundimtar për ish-krerë të ushtrisë shqiptare të Kosovës. E kam thënë qëndrimin tim, nuk kemi bërë aq sa duhet, aq sa ndoshta mund të bënim në raport me 4 personalitetet që janë në Hag, dhe këtu nis nga marrëdhënia institucionale e Kosovës me Hagën, e cila duhet të ishte së pari duhet të bënte një monitorim profesional juridik të gjithë procesit dhe të bënte amendimet dhe ankimet e saj zyrtare. Dhe unë po them Esmeralda që aty në linkun e gjykatës së Hagës është vetëm një raport i avokatit popullit para disa vitesh, dhe nuk ka asnjë dokument tjetër zyrtar që Kosova të jetë ankuar për procesin. Kemi deklarata pafund, por jo qëndërime institucionale. Pra, në raport institucional, ata njerëz në një farë mënyrë janë lënë në mëshirë të fatit, dhe sigurisht që këto qëndërime i kanë dhënë oreks edhe deklaratave të zonjës në fjalë apo të zotërimeve të tjerë, të cilat nuk thojen as para as fundit. Në qoftë se fati Kosovës do varet nga këto deklarata, vajmedet, por unë mendoj që Kosova ka fuqi të tejkalojë këto deklarata dhe të mos provokohet. Por në anën tjetër, meqense jemi në një proces që është caktuar edhe data e vendimit, pra 16 shtatori, ajo është një datë shumë e rëndësishme, jo thjesht për ata që janë në proces, por edhe për Kosovën. Mendoj që edhe në këtë drejtim nuk janë dhënë sinjale të qarta mbështetëse që duhet të ishin dhënë në fakt, sepse në qoftë se aty gjykohet fati personal i disa personave, bashkë me ta në një farë mënyrë gjykohet edhe imazhi i Kosovës, edhe në këtë drejtim nuk duhet të kishte asnjë lloj pengese, as politike, as personale për të dhënë maksimumin për këtë proces. Faleminderit shumë, ambasador, ditë të mbar. Faleminderit juve. Shkëputëm për një hapësirë publicitare.